Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të hedhur një hamencim, për të hedhur një analizë të asaj që mua më ra në sy. Do të shkojmë pak të kjo Yes Day, të kjo emisioni i ri që në fakt Egli Tako është duke sjellur në sken. Egli Tako do të jetë moderatore në emisionin Yes Day. Është një format shumë i bukur, është një format që të sjellën pozitivitet, do me thënë të qëndruarit me fëmijë, të punuarit me fëmijë, të kaluarit momente me fëmijë, gjithmonë është një energji shumë e bukur, gjithmonë është një pozitivitet shumë i bukur, gjithmonë është një adrenalin fantastike që realisht janë antidepresiv, të paktën kështu quhen, dhe ashtu janë realisht. Tani, Egli Tako ka publikuar një foto me Ervinin, një video me Ervin Kurtin, që është shumë i rëndësishëm tek trotuari, dhe më pas është në një fotografi tek divani zebër, unë kështu e quaj, që ka përzgjedhur këtë vit Top Channel për të bërë reklamën Egli vet, dhe më pas në përfundim të kësaj videos është Egli me komplet panelistët, moderatorët e të dielës. Tani, duke i parë gjërat se si funksionojnë, për shembull Ronaldoja, kur bënte emisionin në të diel, ishte edhe pjesë e panelit, do me thënë në trotuar. Bledi gjithashtu e shumë personazhe të tjerë që në fakt kanë qenë pjesë e panelit, një panel që ka ngritur fort diskutime, ka krijuar debate, ka krijuar hamencime, do të thënë ka qenë një panel tepër i zëshëm. Tani, lindën pyetja tek të gjithë, normalisht edhe tek unë, por më së shumti tek fansat. Mos vallë, Egli Tako do të jetë pjesë edhe e panelit të trotuarit, por nëse Egli Tako është në trotuar, do të jetë Xheneta Fetau që ka qenë vitin e kaluar? Kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe, se atëherë, do me thënë, Gjesti dhe Egli mund të luaj në një mekanizëm marketingu dhe mund të shfaqen në të dielën për herë të parë, të dy të ulur në panel dhe duke folur për marrëdhënien, për afrimitetin, shoqërinë, sido që t'i kenë vënë në fakt epitet marrëdhënies së tyre, sepse për shembull, Jacqueline Lekatari ditën e djeshme e ftuar në Top Channel pati thënë që Egli dhe Gjesti kanë qenë të ndarë me kohë. Me thënë kjo ishte mendimi që në fakt në këtë rast Jacqueline Ahudhi. Unë mendoj që Egli dhe Gjesti nuk kanë qenë të ndarë me kohë dhe mendoj që mes tyre ekziston akoma një shkëndi e pa thënë siç duhet. Sepse tani në qoftë se Egli ka rënë dakord që të jetë pjesë e panelit, unë duke njohur se si funksionon media, duke njohur se si funksionon televizioni, jam shumë i bindur që Top Channel ka mundësinë të bëjë dhe Xhenetën pjesë të panelit dhe do të ishte një përballje shumë e çuditshme mes të dy vajzave, sepse Top Channel besoj që don të arrijë këtë gjë, që të bëj shikueshmëri, të krijoj shikueshmëri edhe nga historitë e të tjerave. Dhe realisht me apo pa dëshirën e tyre, këtu ishte me pa dëshirën e tyre, Egli Tako dhe Xheneta treguan një histori në mes. Tani, që do të ketë një të diel interesante do të ketë, që do të ketë pikpyetje për marrëdhënie të çiftit që vazhdojnë të jenë akoma, do të ketë. Që do të dyshojmë në sinqeritet, në sinqeritetin e Eglit, në sinqeritetin e Xhenetës, në sinqeritetin e marrëdhënies së tyre të Eglit dhe të Gjestit, unë dyshoj shumë. Sepse kjo e pranuara, që nuk do t'jetë Egli me njëherë tek trotuari, njëherë do filloj me Yes Day, do t'jetë vetëm në për atë rubrikën, se është shumë e lotshme, do me thënë, si punë për të ardhur sa më bukur, se vërtet është 40 minutë, që pa i 40 minutë që është 5 ditë punë. Por mendoj që në ditët në vazhdim, Egli Tako do t'jetë shumë e preferuar dhe e kërkuar tek trotuari për të dhënë mendimet e saj, për të dhënë analizat e saj dhe për të komentuar ngjarjet, për të komentuar Big Brother, për të komentuar banorët, për të komentuar lidhjet që do ndodhin aty brenda etj. Do me thënë, mbetet një pikpyetje shumë e madhe se si do të rrjedhin gjërat, sepse kemi panelistët që janë stabël,
në të diel, por kemi dhe panelistët e ftuar, që në këtë rast ka qenë Milaim Zeka, ka qenë Bledi Mane, ka qenë Xheneta Fetau, kanë qenë personazhe të ndryshëm që janë ftuar në këndin e panelit, mbi të cilët është krijuar një debat, është krijuar një temë që jeni vetë dëshmitar të kësaj gjëje. Do me thënë nuk të gjë e pash sot edhe më ra në sy shumë, sepse jo më kot, do me thënë është një promo, jo më kot janë fotografitë e promos, jo më kot bëhet do doja që të flisnin mbi marrëdhënien e tyre, edhe sikur kjo marrëdhënie të ketë mbetur vetëm shoqërim, edhe sikur kjo marrëdhënie të ketë mbetur vetëm një përshëndetje kundërdrejt njëri tjetrit, edhe kjo marrëdhënie të jetë mbyllur plotësisht. Do me thënë, tyre. Ne mund t'i mbështesim si artist, ne mund t'i duam si artist, ne mund t'i duar trokasim si artist, po ne nuk i detyrojmë